E para fjalë që më vjen ndërmend, teksa shoh salën me njerëz të nderuar të respektuar, dashamirës të letërsisë dhe të artit, krijues të talentuar dhe të spikatur, është faleminderit që jeni mes nesh në promovimin e librit të shkrimtarit e minjorë Pajtim Qarushi, Shqipësi e Re. Klubi i krijuesve jonian, trashëgues i degës së lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë Dega Salam, e krijuar në vitin 1991, me kryetarin e parë Niko Kacalidën, të cilën e kemi dhe këtu në Kanderuar, dhe pasandaj me drejtues profesor doktor Bardin Maliqi, të shquarin Agil Mato Rahmet e Kem, pastaj drejtues 2 herë Pajtim Qarushi, dhe tani që kryesoj unë, e ka në motën e punës së tij e librave të gjitha fushave që kanë të bëjnë me letërsinë dhe artin të krijuesve, jo vetëm të rrethit të Sarandës të Jugut, por në mbar kombëtar e ndërkombëtar. Në vazhdim e këtyre aktiviteteve, korriku është muaj 7 dhe i takon që çdo muaj të jetë 7 dhe vërtet ne e filluam në janar me Irenën, në shkurt e filluam me Spiro Comarin, në mars me Lilajon, në prill me 2 autorë, me Eduard Belion edhe me Miguel Flor, pasandaj në qershor kishim romanin e Panajot Zotës dhe tani erdhi radha i 7 në radhë, 7 muaj i romanit Shqipësi i Reve i Pajtim Qarushi. Unë dua të falenderoj veçmas ata njerëz që na kanë nderuar duke ardhur nga larg për të qenë të pranishëm këtu, si që është mik tanë të përhershëm dhe të pandar të Durrësit. Kemi mes nesh Fatmir Mingullin, një penë e fort e kritikës tonë dhe një krijues i talentuar. Kemi Pol Milo, autor, kështu e njohim neve, një shkrimtar, një autor, një krijues modern dhe tepër i vlerësohen në ditët e sotme. Kemi dhe zotin Aristark Ristin, është drejtori i shtëpisë botuese 2M dhe pronari i saj, me të cilën botuesit e krijuesit e Sarandës kanë rënë në dashuri me të dhe pjesa dërmuese e botimeve tona shkon te Risti. Shumë faleminderit për pranimin tuaj. Kam shumë fjalë për të thënë, por këtu kam Sofo Mekshin, i cili më ka thënë, ore kryetar, shumë emocion e kene ato promovime që bënd, sot nuk kam fare emocion, prisja dhe Sofon tjetër, po që ishte miku i Fatmirit, Sofo, jo Thomarin, Sofo Thomaj, jo Thomarin, Sofo Thomaj, që kishe shumë dëshirë të vinte takonte se i një rritur në një vitësën tuaj, por për fat të keq është në urgjencë me tension. Kështu që të kërkoj unë një ndjes për mos pranin e ti këtu. Është një shprehje popullore që thot, kush nderon të tjerët, është i nderuar dhe i respektuar për veten e tij. Klubi i krijuesve jonian, vlerat e të cilit tashmë janë të njohura në rang vendi edhe më tej, është modest dhe ka vlerësuar të gjithë miq dhe krijuesit e tjerë. Unë mendoj që këtë aktivitet, për të thënë fjalët për pajtimin, neve t'ja japim zotit Fatmir Mingulli, i cili është marrë me librin e pajtimit. Urdhro Fatmir Mingulli, fjala për ty, miku im. Mirëdita të gjithëve. Ju falenderoj që më datë radhën të parit, edhe për mosh respekt, edhe për miqtë e mi dhe për shtëpitë botuese.
unë kam bërë një shkrim analitik, që mendoj se ka kapur ato aspekte si pas mendimeve të mia që kam për kritikën letrare, dhe që gjej shumë gjëra interesante të romani Shitësi i Ereve. Unë e kam quajtur narracion elastik kompleks në një roman bashkohor. Në një krijimtari teje të pasur, në letërsi, në të gjithë zhamret e saj, shkrimtari Pajtim Çavushi, në romanin e tij të ri Shitësi i Ereve, nderon së pari veten e tij, miqtë e klubit Jan dhe stafin e shtëpisë botuese Dymo në Durrës, e cila pati fatin edhe nderin që u mor me këtë libër, që është me një libër krejtësisht i veçantë. Në hyrje të librit, autori Pajtim Çavushi bën një histori të 9 romaneve të tij, duke u përpjekur që të jetë modest. Dhe bën mirë, sepse kjo rezume e subjekteve të romaneve deri tek numri 8 është një lloj hapje e zemre për lexuesit. Për të ardhur tek numri 9, që është romani që po diskutojmë sot në këtë promovim këtu në Sarandë. Romani Shitësi i Ereve është një prurje e veçantë në letërsinë shqipe, sepse nëpërmjet artificave në narracion, ai arrin të na sjellë psikologjinë e shqiptarëve në kapërcimin e dy kohëve. Protagonisti është vetëm një, Lumo Bula, që mbizotron romanin një kalorës jo fytyrë vlerosur, por një kapetan që përdor teoritë e Machiavellit në çdo veprim ngjitës për së larti në karrierën e tij falso. Bukur e thot Agron Mema në analizën e tij për të roman, se është një roman që lexohet me ëndje, por kërkon vëmendje. Pasi mesazhet filozofike dhe qëndrimet estetike janë të shumta dhe metaforike. Duke marrë shkas nga ky përcaktim i saktë, arrim të zbulojmë edhe kuptimin shpirtëror të numrit 9, dhe papritur shohim se Pajtim Çavushi në këtë roman zbulon gërmimin e tij të thellë të përgjithshëm në traditat dhe kulturën e qytetit të Jugut edhe të ndryshimeve të tjera. Dihet se numri 9 ka një rëndësi universale në shumë tradita dhe fe, dhe në numerologji. 9 shpesh lidhet me mëshirën, urtësinë dhe ndriçimin shpirtëror. Ai, autori, në magjinë e këtij numri simbolizon përfundimin dhe mbylljen e një cikli të jetës së Lumo Bulës, duke treguar një kohë reflektimi dhe tërheqje që hap rrugën për fillime të reja, ndonse aventureske, por të pranueshme për karaktere negativ si ato të pas viteve 90, siç është figura e kompletuar me ngarkesa negative e Lumo Bulës. Është shumë kurioze paraqitja e disa personazheve rrethues, që kanë të njëjtën valencë me njëri tjetrin dhe që i rrinë si kuror Lumos, po një si kuror me gjedhë dhe dafine të kalbura. Këtu ndriçon edhe ylli i dytë i elasticitetit në narracionin e këtij romani. Është hedhja në paprogram e dokumentacioneve të ndryshme të magazinës ku punonte zoti Bula ose shoku Bula, për verbale të ndryshme zyrtare ekonomike, flet ditari të një drejtori dhe poezi të një gazetari të kohës. Futja e këtyre elementave jo letrar e çon Pajtim Çavushin të notoj në rrymën moderne të avant popit, një letërsi e re, rrymë e viteve të fundit, ku dhe shkrimtari tjetër shqiptar Ilir Kushi e përdor këtë variant ose këtë variacion në tregimin e shkurtër. Avant popi është pjesë e ekzeburizmit në narracion dhe të dyja së bashku, si pjesë e letërsisë avantgarde, nuk janë as pak art hiç, siç mund të mendohet në mënyrë si përfaqësore. Ky elasticitet narrativ e bën romanin të plot, ku si në asnjë roman tjetër shqiptar nuk përshkruhet e analizohet kaq thjesht dhe plotësisht metamorfoza e një Dallaveragjiu që kaloi nga sistemi monist në demokraci. Dallaveragjiu protagonist Lumo Bula. Po ajo që e bekon të roman të ri të Pajtimit është aplikimi i teorisë freudiane, madje i një teorie më të avancuar, duke futur në narracion akrobacitë elastike të Trinitetit,
Uni, qënia dhe betja. Jam tharmi i narracionit të Peqinit. Po këtu do përsëris Agron Memon, më falni, Agroni, i cili e ka shtjelluar me skaner filozofik këtë futje në narracionin shumë plan në Shtëpatim Caushit. Këto unë i kam marrë nga Facebooku, kam lexuar kush ka shkruar për romanin edhe kam gjetur ato që më kanë pëlqyer mua. Ai thotë kështu: qënia bizeton me diktë të njohur. Ai të shpreh një shqetësim, disi të zmadhuar dhe jo real. Formalisht, për të mos e lënduar, ti e aprobon me fjalë mendimet e tij. Dhe ky është uni. Por heshtas, një gjykim tjetër ka. Në fillukët e qenies dëgjon zërin kundërshtues të pashprehur me fjalë. Ky është zëri vetes. Duke dalluar të tre pikë vështrimet në romanin bashkëkohor Shitës së Reve, natyrisht nuk mund të ripa përmendur erudicion e gjerë të pajtimit, i cili gjen vende dhe fut, sipas teorisë së Van Popit, veprat e autorëve të mëdhenj botror. Më bëhet qeve që ka marrë edhe pemë poetën madhështore të rusit Majakovski, ku paralelet janë evidente që pavarësisht se ka kaluar 100 vjet, jemi gati si skenat të Rusisë cariste. Por madhështia e pajtimit bie në sy në shtjellimin e jetës së një bote gati të harruar në letërsi shqipe, botës së jugut më jugor, që nga Saranda e deri në kufijtë e saj të sotëm. Kjo jetë, për mendimin tim, është detyrimisht një studim historiko-social për këtë kraj jugor shqiptar, pa bërdalim me krahinash dhe idesh. Janë të ndërhyrje të një pasnjëshme që e kthejnë romanin në një objekt studimor. Janë këto ndërhyrje popullore që ndriçojnë pikërisht ato tre pika të narracionit elastik që përmendëm më parë. Ndoshta me shpresë se nuk gaboj, Shitës së Reve për mua është romani i vetëm në botën e letërsisë shqipe që trajton botën e shqiptarëve para dhe pas karakterit social-ekonomik. Dhe ndështoj një fjalë që se kam shkruar, që nuk pranoj që të bëhen krahasime me asnjë autor tjetër, qoftë shqiptar, qoftë huaj. Ky është i veçantë. Kaq kisha, faleminderit. Shumë faleminderit të nderuar. Faleminderit tani. Çdo promovim libri është një fest e vogël për komunitetin në të cilën ne jetojmë, është për vetë autorin, është një vlerë edhe e shtuar e klubit të krijuesve jonian. Ky promovim që bëjmë sot është i veçantë. Është i veçantë se kemi të bëjmë me një shkrimtar siç është Pajtim Çaushi, që ka 60 vjet që merret me shkrime dhe në veprat e tij ky është libri i 26. Ndërmjet të tjerëve është edhe romani i 9. Kush ka shkruar qoftë edhe një libër të vetëm e din çdo me thënë të shkruash 26 vepra letrare. Dhe këtu në poezi është Teleksi i Perëndis, rënimi i parajsës, Arwal Emi, ëndra shqiptare, ura e kohës, dielli dhe diejt e rem, ese, portreti njeriu të mirë, e bukura gjendet kudo, pamfletet, 7 mjekra e 7 tri. Novel, 7 tri, po, 7 mjekra e 7 tri, do me thënë. Novela, i shquar i kohës, Voglushe Vesa, Shënojnë si kaonis, pasqyra çudi, vepra dramatike, Voglushe Vesa, botime pedagogjike, teste matura shtetërore, romane, Robina e ëngjive, Heshtja e unit, Kryeministri i Reve në 2 volume, i pari dhe i dyti, Zana e Syrit e Kaltër, Monumenti hijeve, Nën Kryeministri, Flatra e ajra ajtojt, Hija e verës dhe Shitësit e Reve. Pra, është një nga shkrimtarët në rang vëndi i cili ka lënë gjumë të pashlyeshme. Unë këtu do të shtoja edhe një libër që Pajtimi nuk e ka pasqyruar te krimtarët letrare, sepse libri nuk është botuar,
por është një fletore, 64 lekshe, e shkruan me vjersha nga pajtimi në kohën që ishte në gjimnas, shkruan me një shkrim shumë të bukur, dhe neve që venim në vitin 1968 që vajtaun dhe mbrapa, të gjithë ne që donim letërsin, vinim në kontakt me këtë fletore libër të pajtimit, e cila qarkullon të dorë më dorë, dhe unë do t'i vëja titullin sot atë librit, ëndra dhe dëshira të një djaloshi konispolat. Tani, për vlerat e librit, dërsa në përkatu duke ka njësë në së mërë, ka kanë të diplom deste, profesionalistë, ambiciozë, që përkojnë dhe të përkëtimi personale, për embruar në mamartia e si i pronauroj, i cili të përkëtimi në të rinë. I të ndrohë në tjo, partia o në letë shio. Romani shqipës të përkëtimi është në kërë e në letësnis në letësnis partit. Për këtë se përkëtimi të pranë, për një zotonë në gjërui zërëtoa, për dorën të aktivat e fjate, që marë në qëtëm, në gazë të partit. Të një popullore të janë në pasur të fështi ka në popullore të zonës, dhe që shumë në rëndizman. Dështëllimin e njërës dhe situatëve dhe në përshqive në personalë në të torë, të dojnë disa dështëllit dhe në rëndësi në tesin e rëndimit. Kur janë personalë, në tatë në rëndimit dhe stete. Dialogon unii dhe traducerea. Autorul të lëshim, autorul të bishëm, autorul në autorul për faktu indjenja në njësëti interesat problematika postulatore. Dhe të përkëtë. Partiri në romanën e të shqipti të ere, transformon në të një dialog, ku të marrë pjesë të dhe latë dhe një 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 unë i të të njëra. Një të 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 skjetë të valani është në nërbiri strukturës të ti. Do të të dhe qanë, e pa hatu në leta dhe të tëra të fëmojët, ku linja të kësësh përshë për me shënimet editarit të drejtorit, shënimet në nokelon flet dalje, apo ndërhyrjet në episodet dhe shënimet dhe poezit e satirike të gazetarit Hupe. Formë kjo që je përfimit më shumë dinamizëm dhe skalit më bindshëm karakterin e personazheve kryesor. Kur marron ose lexuar romanin, qëndron dhe mendon mbi ndërtesën letrare të këtij autori, ngritur me tulla fjalësh dhe një moriet pa fund shprehjesh frazeologjike. Pastaj, nuk të mbetet gjë tjetër veç vlerësimit se ky roman është një pasuri leksikore e frazeologjike, që në dijet e mia haset rallë, çka e bën autorin krijues unik në këtë fushë. Me mjeshtri autori ka përdorur dialektalizma, fjalë të fjalorit popullor të zonës Shamëri sidomos, që krijojnë lexuesin ndjesi të veçantë. Kam shumë këtu, por nuk dua që të... Frazeologjia e përdorur për ta pasur zili për efektin estetik që ngjall tek lexuesi. I gjithë libri është ndërtuar mbi shprehje shpotitse të karakterit popullor dhe mbi shprehje frazeologjike në përputhje me ngjarjet dhe të thjeshme për të goditur fenomenet negative. Ka shumë shprehje të tilla, nuk dua që të ashtu. Çdo njëra prej këtyre shprehjeve përbën një temë të veçantë, godet një fenomen a dukuri negative të caktuar. Lufta e bryllave për shembull përmbledhet në thënien, kur leksit s'kan cilin të kafshojnë, njëri tjetrin do të coptojnë. Në këtë vështrim ndërtohet figura e lumovulës, të cilit autori i vesh meritat e njeriut që ditë të ndërtoj gracka për kolegët, që përdor makinacione pa fund dhe shet edhe nderin e familjes, përdor syrishet paranë dhe rrugët e pista pa mbarim për të ngjitur shkallët e karrierës. Autori e vën në gojën e drejtorucit habin për suksesin, në thonjza të suksesin të këtij njeriu, kur thot si arriti Aqilat shitës pordësh e lehës i qenëve, ndërkaq në gojën e lumovulës, autori vë shprehen: në këtë jetë të rëpirë, unë gjita me të lëpirë, se pranova çdo shije e ngjyrë. Romani është i pasur me figura të shprehjes si metafora, epiteti, hiperbola, ironia, krahasimi deri tek sarkazma dhe grotesku. Sa për shembull,
shpreh metaforike më thot u dha udhë mendimeve, ose të shtosh ujë dhe hire sa të mbushet plot tenxheria. Do me thënë, shto akuza të paqëna që të mbushet dosja. Ose sot puna bëhet me zaf, jo me shkrim, me ngarkim shkarkime. Pra puna mbaron me rushfet, jo me mallra me fjalë, duke dhënë atyre. Gjithçka lidhet me mënyrën se si shkrimtari Çavushi i shpreh mendimet, ndjenjat dhe idetë e tij në këtë vepër letrare. Ai përdor stilin satirik me përdorim fjalësh dhe shprehje hiperbolike, pra të egzageruara, shpesh përtej kufive të besueshmërisë, por dhe karakterin komik e ironik të personazheve. I parë në këtë këndvështrim, romani Shitësit e Reve, për mendimin tim, nuk është thjesht një roman satirik. Lënda, episodet, teknika e rrëfimit, stili dhe mjetet shprehse të përdorura i kapërcejnë kufit e satirës. Ndaj do të ndalem pak në këtë aspekt për të evidentuar faktin se janë sarkazma dhe grotesku, dy mjete shprehse të përdorura mjeshtërisht nga autori, që japin forcë mendimit dhe qëllimit për goditjen e dukurive negative dhe të veseve të individëve në shoqëri. Satira e kapërcen humorin, është më e mprehtë kritike. Ajo synon jo vetëm të argëtoj në këtë rast lexuesin, por dhe të denoncoj edhe të nxjisë ndryshime. Autori Çavushi në këtë roman nuk na bën të qeshim, por na bën të mendojmë dhe të gjykojmë me sens kritik për fenomenet negative. Po të mbetej deri këtu, romani nuk do ta kishte të arrijë qëllimin dhe pëlqyeshmërinë. Ai përdor shpesh sarkazmin dhe groteskun si mjete shprehse. Sarkazma në roman ndihet gati në çdo episod në thënjet, citimet dhe vëzhgimet, të cilat shpesh janë tallëse, me nënkuptime përshmuese deri dhe fyese që përdoren për të goditur veset e personazheve, të Salushes, Lumos, drejtorit, nën drejtores Lika, kryetarit të Partisë së Re e të tjerëve. Grotesku si mjet mënyre artistike e paraqitjes së personazheve, ngjarjeve dhe dukurive të fenomene të shtëruara apo egzageruara, është përdorur nga autori mjeshtërisht si një mjet i satirës, jo vetëm e kufizuar tek ajo, me synim goditjen e të metave në individ të shoqërisë për ta bërë lexuesin të mendojë thellë për realitetin. Vetë titulli i romanit Shitësit e Reve është një figurë letrare groteske. A shiten rreth? Jo, natyrisht. Po a bëhet fjalë për rreth në qiell? Natyrisht jo. A ka re me pantallona? Siç shpreh autori? Përsëri themi që jo. Po ç'janë rreth me pantallona? Pra janë pordë, më falni. Thot lexuesi, dhe në shprehjen popullore ne njohim thënien mos na shit pordë. Pra këta njerëz tipa që vënë rresht autorit, shesin mend, shesin port, shesin mashtrimin, shesin familjen, shesin pasurinë, vetëm e vetëm për të bërë karrierë dhe të jenë mbi të tjerët, siç thot autori. Shkurt është një shtrëmbrim dhe egzagerim i tipareve të personazheve dhe situatave. Në mënyrë groteske, për shembull, trajton autori edhe episodet e darkës që shtrohet në shtëpinë e ish magazinit Lumo për inspektor Filipin. Arrihet deri atje sa inspektori të kryej marrëdhënie menuese në Lumos në sy të tij dhe të vjehrës. Pse kjo? Vetëm e vetëm për të marrë një favor karriere nga inspektori, i cili i jep fjalën Lumos se do ta ndihmonte për të dekoruar. E gjithë kjo skenë është një paraqitje e egzageruar e realitetit dhe të ngjallë në veri. Demaskon synimet dhe vesin karrieristë të personazhit, që është pjesë e kësaj shoqërie. Figurat dhe ngjarjet groteske në këtë libër janë të shumta, të pazakonta dhe shpesh absurde. Kujtojmë episodet në zyrën e inspektorit të arsimit, hedhja e shkrepës të sëndezur për të djegur dokumente dhe për të krijuar kaos me qëllim marrjen e ditarit që drejtori e mbante të shehur në kasavort. Gjithçka është një veprim në kufit e absurdit, ndërkaq e pazakon dhe e trajtuar me një ironi therse në kufit e groteskut janë episodet kur mësues Lumo praktikon modelin B në mësimdhënie, kur u kërkon nxënësve të sjellin këmbor dhe zile në shkollë dhe kur në rënien nga fiku ku ishte ngjitur për të zhvilluar orët e mësimit i bëhet koka me xhung e tjera. Ironia dhe tallja si karakteristika të sarkazmës dhe groteskut ndeshen thuajse në çdo episod në shprehje dialoge. Ja për shumë disa shprehje ku spikat ironia dhe tallja.
të mbante Dajo Fustan do t'i flisnin Teto Xhan, ose me të kuqe e ngjyem historinë, me bloz e lyem shtëpinë, ose një monolog i Lumos në ceremoninë e dekorimit të tij, kur thot të pushtuar kemi qenë në historinë e kemi bërë e i fton veten tonë kemi ngrënë, thot ai, kemi kënduar me gjëm, po ashtu në rastet kur vetja ja përsërit shpesh lumë vullës pas marrjes së titullit qytetar nderi, kur thot e gëzosh me plot shëndet, nesër do të bësh deputet, po s'të bën asnjë mos pyet, rrëmbe koltukun dhe bëhu vet. Në përfundim, dua të vlerësoj punën dhe përkushtimin e autorit në këtë vepër cilësore, që karakterizohet për mendimin tim krahasohet për mendimin tim me veprat të autorëve të mëdhenj të lehtësisë shqipe në këtë fushë, që përmes humorit, ironisë, satirës, sarkazmit dhe groteskut kanë trajtuar tema shoqërore duke vënë në thepin e shënjesës kritike, dukuri dhe vese negative. Romani Shitësit e Reve është, nuk mund të themi ngjashme, po ka tiparet e stilit të Tritore Agollit në romanin Shkëlqimi dhe rënja e Shokut Xhilo. Për shembull, Agolli përdor ironinë dhe sarkazmin si formë therse për të goditur burokratizmin, karrierizmin, servilizmin, formalizmin dhe gjuhën boshe të administratës së kohës. Pak a shumë këto fenomene vihen në shënjesër të penës së shkrimtarit të mirënjohur Pajtim Çavushi, i cili thjesht dhe pas sforcime vën në dukje faktin se ndryshimi i sistemit nuk do të thotë ndryshim domosdoshmërisht mentaliteti apo fshehje të dukurive negative e veseve. Ato mbarten, trashëgohen dhe janë prezente si fenomene të shoqërisë apo vese të individëve. Ndaj lufta për eliminimin e tyre duhet të jetë e vazhdueshme dhe një nga format e mënyrat për t'i goditur është edhe letërsia satirike si në këtë rast. Përshëndetje. Shumë faleminderit Panajot, një punë shumë serioze, gati në nivelin e një studimi të mërfill. Dhe në vazhdim të fjalës tënde, unë do të përsërit atë që ti the, që në këtë sallë, për herë të parë, ne sot themi për pajtimin, dhe kjo do të amplifikohet me kalimin e kohës, që pajtimi është në plejadën e shkrimtarëve shqiptar në gjinin e humorit, satirës dhe groteskut, aq sa unë nuk do të teproja, po me modesti do të thoja që është një jo në ngjashmëri me stilin e shkruajturit, por nga niveli i veprës së tij me korifejn e humorit dhe satirës shqiptare, me Qamil Burxhelin që kemi prap nga rrethi jonë, me Dritro Agollin e me të tjerë, që ndronë në të njëjtin rafsh me një stil të tij unik dhe tepër të vlerë. Unë do shtoja Panajot që edhe vetë emrat e personazheve që ka zgjedhur të jenë atje që veprojnë janë të gjithë një satir, humor dhe grotesk. Dhe po përmend disa: Luma Vula, ose Ngjala e Vivarit, pseudonimi i tij, Koçi Stilo, ose Kërbaç, Plaç, Spaç, kështu i trajtonte njerëzit. Kërbaç, Plaç, ose të çojnë Spaç, shefi i sigurimit i zonës. Drejtori i shkollës së Kaunit, Bilo Thomaj, drejtor Thana, drejtori i drejtorisë arsimore të Qytet Bregut, Qytet Breg. Qytet Bregu është Saranda, Kauni është Konispoli. Kuptohet, pas çdo personazhi unë sa i kam lexuar, i kam vënë emrin e një njeriu të zonës time ose të rrethit me njëherë. Kaq të identifikues janë. Polo Çuni, mësuesi i letërsisë, Lolo Molla, mësuesi i biologjisë, Haralambi, i revizori, Salushja, Lika Kroi, Kafexhesha Mino, Lavdia, Ilo Hupja është Elmi Hupja. Edhe ai një brilant i humori satirës që Pajtimi i kam punuar bashkë me të një jetë të tërë, kanë ndëjtur atje. Ose Sofo Vula, Taçi,
Qim Shahu, shoferi autobusit të linjës Kaon, qytet Breg. Fani Lapa, inspektori i famshëm, Vajt Voda, e të tjerë. Tani, në vazhdim, Natasha Xhelili ka fjalën e saj. Urdhëron Natasha. Shko, një fjalë vetë. Ilo hupja, si ilmi jupja, që ndu që e thoshin Cigrisjani, se Cigriste nga të smonte ato të meta dhe shoqistë, kosme. Dhe është e vërtet. Ato shajt ajde me mbaron, në thjesht historinë. Se zdo të vide shumë akademika me fjallime, në theme, me fjallime përgjia, me shosë të dërhyrje. Prandaj, për me tje kam bërë. Burokratizimi i absurditetit dhe paktet e heshtjes. Hyrje, frika si vazhdimsi historike dhe dikotomia e vetdijes. Në historinë e shoqërive që kalojnë nga sistemi totalitar në atë demokratik, frika nga e shprehura nuk zhduket automatikisht me ndryshimin e sistemeve. Ajo thjesht ndërron trajt. Te shitësit e reve, Pajtim Caushi ndërton një univers ku frika e dikushme nga diktatura riciklohet në demokraci si frik nga shantazhi, humbja e vendit të punës ose izolimi social. Të jetuarit në një mjedis ku çdo fjalë mund të kthehet në mjet goditjeje e pengon personazhin të flasë me një zë të vetëm e të sinqert. Për të zgjidhur këtë ngërç ekzistencial dhe për të ecur përpara, autori përdor një gjetje të mpret, e ndan personazhin në dy përmasa vepruese, unin dhe veten. Kjo skizofreni e qëllimshme narrative i lejon Lumovullos të jetë njëkohësisht konformist, i dëgjueshëm jashtë dhe makiavelik, cinik brënda, duke i shërbyer qëllimit të tij të vetëm, ngjitjen nga hiçi në karrierë me çdo kusht. Sipas strukturës së parashtruar në vepër, truri i Lumovullos shndërrohet në një arenë ku dy zëra dialogojnë në mënyrë të vazhdueshme. Uni, ose oda e sipërme, përfaqëson fasadën zyrtare, ndërgjegjen që ka frikë nga ligji, nga eprorët dhe nga syri i pushtetit. Uni flet me gjuhën e rregullave, shpreh ngurrimin përballë shkeljeve dhe përpiqet të mbrojë pamjen e një qytetari të ndershëm. Fetja ose bodrumi i instinktligjeve përfaqëson praninë e zhveshur nga çdo tabu morale, motorin e ambicjes pragmatike që nuk ka frikë nga krimi administrativ sepse vepron në ilegalitet të plot shpirtëror. Nëpërmjet këtij dialogu të brendshëm, Lumoja e artikulon frikën e vet duke neutralizuar atë. Kur uni trembet nga rreziku i dekonspirimit ose nga absurditetet e karrierës, vetja ndërhyn për ta qetësuar ose tallur atë, duke i hapur rrugë lëvizjes së radhës. Ironia supreme e falsifikimit. Mëkati më i madh dhe më parodik i Lumovullos nuk është thjesht dëshira për të bërë i rëndësishëm, por mënyra se si ai e blen arsimin dhe kulturën si një mall magazinash. Historia e tij arsimore përbën një shkallëzim tragjikomik. Baza reale, vetëm 8 vite shkollë. Shkollë e mesme e dhuruar nga Jati, përmes fijeve dhe njojeve, arsim i lartë i bler me para të thata, duke shkurtuar kohën në mënyrë skandaloze. 1 vit për 5 vjet shkollë. Pikërisht e kjo blerje shpërthen përplasja e brendshme psikologjike. Kur uni shpreh frikën e natyrshme dhe zbulimi i këtij absurditeti, vetja e tij nga bodrumi e mposht me ironi. Me 5 vjet në 1 vit, shkolla gjithë bëhet dritë, grotesku i poligrotit të rrem. Për të plotësuar portretin e një intelektuali të rangut të lartë, Lumovulla ndërton një nga maskat më qesharake të romanit, përdorimin e rrem të gjuhëve të huaja, që duhet thënë që përdoret shumë nga shumë personazhe edhe sot, të cilët e përdorin disa fjalë të huaja për të treguar që ata dinë. Kjo dosë parodie e Çaushit godet fenomenin e snobizmit institucional. Gjuha e huajt e Lumoja nuk shërben si ur komunikimi apo dijeje, por si një perde tymi, një tjetër re me pantallona, për të kompletuar varësit, për të fshehur analfabetizmin e tij funksional dhe për t'i dhënë vetes një petk eudicioni fals. Kulmi i kësaj satire arrihet te ky njeri i paditur, sovran i fletdaljeve,
i diplomës së blerë dhe i frazave të huaja qesharake, kap majat më të larta institucionale, emërohet drejtor arsimi, shpallet qytetar nderi. Këtu Çaushi ndërton një nga ironit më therse të letërsisë sonë. Institucioni që duhet të luftojë ignorancën vendoset në komandën e vet arsimit të falsifikuar. Subversioni i njeriu të vogël. Nga tragjedia çehoviane te triumfi i Lumovullos. Në traditën e madhe të letërsisë ruse të shekullit të 19, Anton Çehovi krijoi arketipin e njeriu të vogël, Maleki Çelovjek, një nëpunës i ulët, i pafuqishëm dhe i dëmtuar fizikisht e shpirtërisht nga makineria e burokracisë perandorake. Te tregimi i njohur vdekja e një nëpunësi, personazhi Çehovit, Çerjakovi, pëson një paranoj aq të thellë sepse të shtiu pa dashje mbi tullën e një generali, saqë pas kërkim faljeve të një pasnjëshme obsesive, përfundon duke vdekur nga vetë frika e tij. Frika nga e prori dhe nga ligjërimi i lirë të Çehovi është një dozë forcë paralizuese që e çon njeriu e vogël drejt azhësimit tragjik. Te shitësit e reve të Pajtim Çaushit, kjo figurë pëson një subversion, përmbysje radikale. Lumovulla e nis rrugëtimin e tij po nga hiçi social. Ai është një magazinier i thjesht i mbërthyer nga e njëjta frikë atavike që shtrihet nga diktatura në tranzicionin demokratik. Mirëpo ndryshe nga nëpunësi Çehovit që dëmtohet e vdes nga frika, Lumovulla zbulon se makineria burokratike është e kalbur nga brenda, ndaj vendos ta përdor këtë frikë si armë. Për të mbrojtur dhe për të ngjitur në karrierë, Lumoja e ndan vedijen e tij në dy përmasa: unin, maskën konformiste të jashtme që i bindet e prorëve, dhe veten, instinktin grabitqar nga bodrumi. Përmes kësaj dy vleftësie, ai nuk paralizohet nga frika, por mëson si të manipulojë sistemin. Ndërsa njeriu i vogël i Çehovit dënohet sepse nuk arrin dot të artikulojë një fjalë të lirë përpara generalit, Lumovulla zbulon se në tranzicion nuk ka më nevojë për dije apo për ulësi. Ai blen arsimin e lartë me para, hedh fjalë të huaja pa kuptim për të dukur intelektual, i shndron bisedat e të tjerëve në re me pantallona për të shantazhuar dhe për të zënë karriken e vetë prori. Tragjedia çehoviane kthehet te Çaushi në një farsë triumfuese. Lumovulla nuk vdes nga paranoja e gabimit, por bëhet drejtor arsimi e qytetar nderi, edhe pse i gjithë shoqëria e di se ai ka vetëm 8 vjeçare reale. Nëse Çehovi i shkroi me dhimbje për viktimat e një sistemi shtypës, Çaushi dëshmon se si në shoqërinë e tranzicionit njeriu i vogël ka ndërruar rol. Ai nuk është më viktima e pafajshme, por giganti i ri i mediokritetit që pushton institucionet me bekimin e heshtur të të gjithëve. Kapitullimi i shoqërisë. Të gjithë e dinë, por të gjithë pranojnë. Pyetja më tronditëse që ngre teksti i Çaushit nuk lidhet vetëm me unazën e mashtrimit të Lumovullës, por me reagimin e mjedisit shoqëror. Fakti më ekstrem i romanit është se të gjithë e dinë të vërtetën, kolegët e prorët rreth shoqëror e di se Lumoja ka vetëm 8 vjeçare reale, se e mesmja e shpalur, e larta është blerë dhe gjuhët e huaja nuk janë vetëm një ligjërim qesharak pa substancë. Megjithatë, askush nuk kundërshton. Shoqëria bie në një pakt të heshtur kolektiv për disa arsye: frika nga lehja apo shantazhi. Komunikimi i zvendësuar me foljen le tregon se shoqëria e di se Lumoja mbrohet me re me pantallona, shpifje e dosje të fshehura, dorëzimi nga konformizmi. Zërat e pakt kritik që do të mund të ngriheshin heshtin shpejt. Ata kuptojnë se sistemi nuk e dënon mashtruesin, por denoncuesin. Normalizimi i absurditetit. Shoqëria jo vetëm që e pranon këtë të pashkolluar në krye të arsimit, por i shtron tapetin e kuq duke dekoruar qytetar nderi. Këtu satira shndërrohet të një akuzë të fortë sociale. Lumovulla nuk do të kishte ekzistuar kurrë pa bashkëfaqësinë e heshtur të një shoqërie që ka humbur çdo imunitet etik. Romani Shitësit e reve i Pajtim Çaushit është një analizë e pamëshirshme anatomike tranzicionit ton moral e institucional. Përmes figurës së Lumovullës, autori tregon se njeriu i vogël i brumosur me frikën e dieshme diktatoriale dhe pragmatizmin e sotëm demokratik arrin të krijojë një perandori mbi falsifikimin, pseudo-intelektualizmin dhe shantazhin. Gjëja më rënqese e veprës mbetet fitoria e tij përfundimtare. Ndërsa burokratët e vjetër bien viktimë e ditarëve të tyre, Lumovulla me 8 vjeçare reale
mbetet në krye të arsimit dhe qytetar nderi. Ai triumfon sepse shoqëria vendosi të hesht, duke provuar se tragedia më e madhe nuk është prania të paditurve në pushtet, por pranueshmëria dhe hezitimi i gjithë të tjerëve në përballjen me të vërtetën. Unë uroj pajtimit shumë suksese. E gjithë ky libër është vazhdimësi e krijimtarisë së tij, sepse nuk është libri i parë të cilin pajtimi e shkruan me këto nota humori, sarkazme, grotesku, sepse duhet thënë që arrin deri në grotesk, është një panoramë e shoqërisë e parë nga këndvështrimi i pajtimit edhe i dhënë me një frym tjetër. Shumë urime pajtim për librin. Klubi i Krijuesve Jonian dhe gjithë të tjerët jemi të gjithë miq me njëri tjetrin, e njohim mirë njëri tjetrin, ja dim vlera krijuese njëri tjetrit, edhe jemi krenar që në radhët tona ka shkrimtar në rrafshe kombëtare që kanë rezatuar dhe do të rezatojnë dhe do të sjellin vepra të shumta. Shikoni, por kur vjen puna për vlerësimin real të vlerave të librit, ne jemi të rrep, real dhe nuk bëjmë kompromis me njëri tjetrin që t'i bëjmë qefin njëri tjetrin. Vini re, shokë mi të mi, se me çfarë terma i referohen vlerësimit të tyre të gjithë këta që kanë diskutuar. Pajtimi krahasohet në rrafshe kombëtare në krijimtarinë e tij dhe kjo fjalë nuk është pak. Tani, veç vlerave, në këtë paraqitje që po bëjmë dhe po e përsërit fjalën paraqitje sepse pajtimi është një gjuhëtar i pa kompromis, nuk pranon as promovim, as prezantim që janë fjalë të huaja, po kemi fjalën shqipe paraqitje të parë të librit të tij në publik, është shfaqur në këtë libër edhe me disa neologjizma, të cilët 5-6 unë po i paraqes mes jush. Për shembull, urimtar, humbëlltar, buzarrosur, fjalë shpeshta, qytet breg, mes shalës, femra mashkull, lapërdhar, fjalimtar, vurbullimtar, e të tjera që janë neologjizma në veprën e pajtimit. Veç asaj, pajtimi në stilin e tij të shkruajturit ka poezin në prozën e tij, nuk gjen një varg, një resht, një faqe që brenda mos e gjesh ritmin, rimën që aq bukur qëndron, gjë që e bën pajtimin unik. Në veprimtarinë e klubit të krijuesve Jonian, unë gjej rastin këtu të falenderoj edhe shkollën Adem Sheme, e cila është bërë një mbështetje e fuqishme dhe bashkëpunon me neve, sepse një nga arsyet edhe qëllime që kemi është që letërsia dhe arti, leximi të përcjellet e breziri. Ftoj drejtorin e shkollës Kiço Mavron të thot fjalën e tij. Së pari doja të falenderoja Kuranin dhe gjithë të pjesëmarrësit në këtë takim për vlerësimin që bëhet shkrimtarit Pajtim Çauçi, të cilin jo vetëm unë, po të gjithë e kemi shok, e kemi mik, e kemi njeri që dëshirojmë ta kemi në tavolinë të diskutojmë dhe të flasim jo vetëm për letërsinë, po dhe për probleme të tjera. Unë jam dakord me të gjithë parafolësit, për të gjitha sa u thanë. Por do të ndalem pak vetëm në aspektin stilistikor të veprës Shitësit e Reve. Në fjalën e tij hyrëse autori jep me radhë romanet e tij.
si një paraqitje të punës dhe si i ka ndërtuar ai këto vepra. Në romanin e tij të 9, ai mundohet të paraqes diçka të re. Cila është e reja? Duke marrë një vend të caktuar nga Kaoni në qytet Breg, nga Konispoli në Saran, duke marrë një grup personazhesh, duke marrë mendimin, konceptin, këndvështrimin e tyre që kanë mbi jetën, njerëzit dhe sjelljet, ai vën në lojë, satirizon gjithë veprimtarinë e tyre. Autori thot se karakteret e tij ose personazhet e tij në romanin si të re janë qenie tridimensionale. Imagjinoni një trekëndës balabrinjës ose çfarë do lloj, po një trekëndës. Një herë zgjat një hipotenuzën, ngushtoj ani, rrit një katetet, bëj sa doni. Ato ndryshojnë gjatësi, këndë, formë. Po e paralelizoj. E vërteta ka 3 faqe. Ka të vërtetën sipas meje, sipas teje, dhe është e vërteta vetë. Pa krijon dhe kjo një trekëndës. Pajtimi në roman ka qenien, ka unin, ka dhe vete. Qenia është tërësia. Uni është mendimi, ndërsa vetja është veprimi. Pra dhe ky njeri brenda vetes tij sillet brenda këtij trekëndësi. Pra nuk ka mundësi që personazhet e tij të dalin jashtë kësaj logjike. Ajo që e bën shumë të qartë këtë trekëndës, që e bën shumë të qartë sjelljen dhe mendimin e këtyre njerëzve, është gjua që pajtimi përdor. Njërë si uni, njërë si vetja. Dhe këtë nuk e bën me fjalë të reja. Ana ndërtimore e fjalisë në romanin Shitësit e Reve është fjali e thjeshtë. Nuk ka fjali të përbëra. Nuk ka paragraf të gjatë me pjesë të fjali të përbëra me pjesë të nënrenditura. Qëllimisht autori nuk i përdor lisat si qëllim në vetvete, që të ndërtoj fjali të përbëra, po ai përdor shprehje frazeologjike, fjalë të urta, tokfjalësa të gatshëm, të cilat japin një mesazh, të cilat kanë një rim, që kanë një muzikalitet që e bëjnë këtë roman një nga librat më të rinj për sa i përket formës së ndërtimit të tij. Dhe unë si përfundim, që mos të them gjë tjetër, do ta quaja romanin e parë ose është një libër poetiko-satirik. Pra është një poem poetike satirike. Do të merret kritika letrare shqiptare me këtë libër. Do ta shikoni, është fillimi i mbar i një mënyre të re të shkruarit. Muzikaliteti të gjitha ato pra. Për sa përket personazheve, ata njihen me njerë, si që tha dhe e Kurani, sa e lexon, nuk ka libër më të qartë që personazhet të gjithë mos të vë emrin e vërtet. Nuk ka. Me njerë, burra dhe gra, me detyra apo me dere, mënyra se si ngjiten, se si veprojnë. Është një roman që me të vërtet dua ta uroj pajtimin për gjetjen artistike dhe mënyrën e të shprehurit, në qoftë se në ditë apo net që jam i lodhur lexoj poezi për të çlodhur, poezi që mund të kem lexuar me qindra apo mijëra herë, ose lexoj Katarem, sinqerisht e them që nga këtë etutje një nga librat që do ta lexoja me kënaqësi është romani Shitësit e Reve. Faleminderit.
kur dëgjon të tilla diskutime dhe vlerësime dhe analiza, me të vërtet edhe shkrimtari që i vetmi shpërblim që merr nga puna e jashtëzakonshme që bën është fjala e mirë, e bukur, e merituar, ndihet mirë. Kur e nisa hapjen e këtij takimi, thash që na ka nderuar edhe nga largësia, përmenda këta të Durrësit, se nuk ishte ardhur Miguel Flor që ka ardhur që nga Athina për të folur për librin e pajtimit. Urdhro fjala jote, Miguel. Përshëndetje të gjithëve. Kam librin në dorë, dua ta filloj ndryshe, jo se jam e veçantë, po do të bëj atë që thot profesori këtu, do t'i shkunda edhe unë qitjanet. Ke përdorur sa shprehje fantastike, edhe siç dihet unë i lexoj pak bukur këto, dhe dua ta lexoj këtë pjesën, që edhe kush nuk ka lexuar librin nga juve të merrni një shije, pastaj sigurisht do të vazhdoj me atë analizën time që nuk është analizë për profesorin, është një ese me të cilën unë do të hapja librin tuaj. Faleminderit që jam këtu, erdha me gjithë qejf, dhe para se të filloj dua të them diçka, që libra të tillë, artistë të tillë, profesor të tillë, shkrimtar të tillë, të cilët fatkeqësisht edhe këtë thot në libër vetë profesor Pajtimi, janë të paaftët ata që na drejtojnë, presim nga të paaftët të na vlerësojnë, sigurisht që nuk do vlerësohemi, do të vrapojmë, do të udhëtojmë, të vlerësojmë njëri tjetrin. Do ta filloj me leximin. Është vjera të dekoruarit, të përgjigjen ata krah këtij. Është zanzarja salushe, që lumos i bën freski gushe. Gërfiti vetja nga rrugëtira e bodrymët. Sjellsi dekoratës, pasi e sheh madhimi vjerën e të dekoruarit, i flet sallës me entuziazëm, disit e eksituar. Je modeli real i zonjave tona, femrave, poshti shqiponja. Salushja s'donte që lavdet e sotme të jehonin ters të nesërme. Po sikur ish magazinierit mendon se ajo do të rëndësonte dritën e illit të saj. Ja cuk. Lumovula ka merit. Femra pa mashkull është kandili pa dritë. Thiri unë i saj me sit mbi sjelljet e dekoratës. Deri këtu desha të shkoj. Është kjo për mua personalisht një shprehje e madhe. Është ajo që gjeta në libër fjala më e bukur, ndoshta sepse jam femër, dhe pse ndoshta shumë herë kam dëgjuar atë që femra vetëm është si kandili pa dritë, dhe sigurisht nuk e pranoj, Natasha, apo jo? Sepse siç po e tregojmë edhe ne gratë, se jemi kandil me dritë, dhe jo me dritë, po me një hidrocentral të tërë kemi. Shitësit e reve, një vështrim nga unë mbi romanin e Pajtim Çaushit. Libri i ri i Shitësit e reve, i Pajtim Çaushit, nuk është thjesht një roman satirik. Është një autopsi morale e një shoqërie ku gënjeshtra nuk është thjesht montim pushteti, por dhe një pranim fatkeq nga vetë njerëzit. Pikërisht këtu qëndron kuintesenca e kësaj vepre. Grotesku nuk është zbukurim artistik, është mënyra më e dhimbshme për të thënë të vërtetën në një realitet absurd. Autori e prek e kupton këtë gjë dhe ndërton metaforën në një bote ku ret nuk janë dukuri të qiellit, por shtëllu nga argjendi, që shiten e blihen në tregje misterioze. Ky është meraku i romanit, që na ka veselitur, pend flori ynë. Dihet se ret s'mund të preken, as zotërohen, edhe nuk mund të mbahen në pëllëm të dorës. Gjithsesi njerëzit, si të marë, i blejnë ato edhe me sy mbyllur. Pikërisht, kështu ndodh në helmin propagandë dhe iluzionet e reme. Një seancë e fuqishme e romanit thot: nëse njëri mohon, tjetri ja kujton. Pra kjo është filozofia e rikujtesës, është do regjim në filozofinë e tij mashtruese, përpiqet të fshi kujtesën, sepse fshirja e saj nga memoria e bën më të lehtë manipulimin e një populli dele. Më falni për shprehjen, por kujtesa nuk është thjesht arkiv. Është ndjenja i pasqyrimi ndërgjegjes. Ajo mbijeton tek qenia, tek vetë njeriu, si objekt dhe subjekt i botës që e rrethon.
Dëshmimtarët e gjallë janë jo vetëm historianët, por artistët dhe shkrimtarët, njerëzit me koshiencë që spranojnë heshtjen për të vërtetën, e cila edhe kur mbulohet e fshihet, përsëri rizgjohet dhe rilind. Autori, profesori im Pajtim Çaushi, nënvizon, është profesori im, sepse në qoftë se një nxënës lexon bukur, një autor që sigurisht ka një rrugë më të gjatë dhe ka nga ç'të marrë nga ai, sigurisht që ai bëhet një mësues edhe për një poet më të ri, edhe për një analist më të ri, edhe për një njerëz dhe lexues më të ri. Njerëzit miqësohen me gënjeshtrën, thot autori, dhe kjo sjell verbërim ndaj së vërtetës. Është drama, është sa paradoks, po aq dhe dëm i madh njerëzor. Pra, bashkëjetesa me të keqen, shpesh besohet se fajin e kanë vetëm ata që mashtrojnë, por autori na orienton të shohim edhe anën tjetër. Por gjëjsinë sociale, pse pranohet ky mashtrim? Dhe kjo është një klithëm. Gënjeshtra sot është bërë tepër moderne, dhe mjeti shoqërosur si në formë, por helm në përmbledhje, ajo ban tek procesin për këdhen krenarim deri në mpirje. E vërteta është kokfort dhe stoike, ajo kërkon virtite të larta, farkëtohet përmes evolimit dhe vetë kritikës. Prandaj shumë njerëz zgjedhin të jetojnë në oazë iluzionesh. Ata nuk i lodhe vërteta dhe blejnë mjegullnaj reje, edhe kur ato janë të mbaruara në shtërgata. Sot ekzistojnë shitësit e reve, si kalosëriak, ata shfaqe në politik, media, rrjete sociale, madje edhe në art. Ata shesin fam pa pik talenti, sukses kesharak, patriotizm falso dhe lumturi pa shpirt njerëzor. Pra dikush shet, por ama dikush tjetër blen. Këta janë të verbërit, janë ata të paditurit e shoqërisë tonë. Në këtë pikpjekje romani na josh në fejtonim me vargjet e hohupjes, për gjindet, grinjet, gjint, e vetme dhe e reja. Nga nepsi do të shpojnë sytë shoqja shoqes, një tablo pikante e natyrës njerëzore, ku autori nuk flet vetëm për smirën mes dy grave, po për smirën si një epidemi shpirtërore. Ku makutëria pushton zemrën dhe mendjen, njeriu nuk ndërton më asgjë, veç shkatërimit. Humbjet, kënaqësia, nuk ndjen më gëzim për suksesin e tjetrit, por vetëm zili dhe xhelozi, duke mbështjellë si kërmidhje në guackën e vet. Kjo është drama më e madhe morale e çdo shoqërie. Është deformimi i karakterit dhe ligësia kthehet në vesë gërshan. Autori im, Pajtim Çaushi dhe hohupja përdorin mjeshtërisht të njëjtën armë, satirën, si mjet shikullues që me anë të humorit brillant i gjajnë qëmbi të bardhë që të shpon pa kuptuar dhe me buzë në gaz, me kulturë të fut në molloi për atë filozofi fine të kthyer në art. Ky lloj arti e detyron syrin të nxjerrë në pa shëmtimet që kultivon pa dashje njeriu. Kur fytyra të duket më e bukur se të tjerëve dhe pasqyra të shplasaritur, autori do të gjejë mjet që të shikosh veten tënde. Shpreh se të qeshësh me lot dhe kështu i arrin qëllimit të vrasi me pambuk. Ndaj romani që kemi në duar është një peshqesh fisnik i një pende fisnike, ku letërsia Pajtim Çaushit bëhet ekliksir për plagët e reja që kanë birë në këtë botë me drama. Ndaj ne sot jemi të privilegjuar të flasim dhe me dëmshuri për mikun ton, për kalofshin e letrave shqipe Pajtim Çaushi, ndaj dhe shitësi errave mbetet një roman që ndjesia njerëzore do ta shfletojnë brez pas brezi. Edhe unë do të jem shkak ta bëj këtë, një nga shkaqet. Sepse do të mbes një roman që ndjesia njerëzore do ta ndjej, edhe shitja e reve ku qielli do të shpëtoj nga aeroplanët prej letre, një ditë do të vërtetohet. Urime artist. Faleminderit Miguel. Një reklam, një koment që edhe ka publikuar, i cili është vlerësuar shumë, ka bërë dhe Agron Mema. Urdhëro Agron, fjala jote. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje profesor, e kam për nder të flasë në këtë tribunë për tia, për nder para këtij auditori dhe në mënyrë të veçantë do përshëndes 3 mikët e mi të shtëpisë botuese Dimën, zotin Fatmir, Pol dhe
Risti. Unë në respektin e përshëndetjes tuaj e kam zakon të jem racionalist në kohë dhe nuk dua t'ju ha kohë. Do flas shkurt. Romani që kemi nduar është një dhuratë saj bukur aq edhe e çmuar. Një metafore bukur në titull ku qëllimi i autorit paralajmërohet se lexuesit do të ndeshet me një vepër që në brendësi të subjektit ka filozofi, psikologji, çështje sociale brenda një bote reale. Mendoj se është realizuar me trajtimin e shumë karaktereve të personazheve aktiv në roman. Jo pa qëllim dhe nuk është hera e parë që ky autor, Pajtim Çaushi, zgjedh linjën e humorit dhe të satirës. Arsyeja tepër e lexueshme për një lexues të kujdesshëm. Në diktaturë shkrimtari zgjedh humorin dhe satirën për të denoncuar dhe për të bërë dëshimtar i historisë së atij realiteti që jeton dhe përjeton, sepse një shkrimtar i Zotit dhe i talentuar e ka të qartë se murit nuk i bjet me kokë, se dhe po i re nuk kërkon muri suvazhi, por do kërkoshti infermier. Dhe shkrimtari nuk e plagos veten, pasi shkrimtarët janë maja e icebergut dhe inteligjencës shoqërore. Duhet të them se në roman gjejmë personazhe që përballen bukur dhe qartë mes tyre nëpërmjet karaktereve dhe personalitetit, problemet që shfaqen brenda qenies dhe qëndrimit brenda mendimit dhe realitetit, brenda egos dhe paftësisë e cila të ka ta ndisë qesharak në sy të shoqërisë dhe të turpshëm tek nën vetëdia jote, pasi ndërgjegja ka element më të vështirë vetgjykësinë. Kjo ndodh në këtë roman. Luftë me sistemin, luftë me mediokritetin, luftë me shitësit e reve, luftë me vetveten, gjithmonë në vetëdije, nën vetëdije dhe qenien tënde. Në fund dua të them se në nën tekst sa ironik dhe aq real se shitësit e reve mbjellin hije, hiezojnë realitetin, por edhe kohë të keqe me reshje suferin, duke prishur motin me diell të jetës njerëzore, duke vënë prang nga lirisë së mendimit dhe mendimit njerëzor, frenimit të mbajtjes së timonit në lundrimin e oqeanit jetësor nga intelektualet. Qasja ka vlerat shumë të letrare, sidomos tek përdorimi i frazeologjisë popullore dhe elementeve të prozës poetike, brenda sintaksës së përdorur nga ky autor, një cilësi e spikatur e tij dhe në veprat tjera të botuara, të thuash të shëmtuara, nëpërmjet të bukurës dhe të mundohesh të mos e shkelësh, por ta ledhatosh që vërtet të marrë cilësitë e bukurisë, të rikthesh në origjinë atë, mendoj se është një nga idetë dhe qëllimi kryesor i autorit, jo vetëm në këtë vepër, por edhe në të tjerat e tij. Lufta me vetveten është e vështirë, por e domosdoshme dhe kur e paarritshme nëse ke qëllim ta bësh. Romani, si një fushë gerësi e pikpamjeve e këndvështrimeve jetësore, nuk i ka shpëtuar as erotikës, ndodhive të përditshme jetësore në këtë element të rëndësishëm të veprimtarisë njerëzore të përditshme. Dhe këtu mund të nënvizoj mendimin se çdo grua, gjyshe, nën, motër, dashnore, bashkëshorte, mike, madje edhe një krijese bukur që shfaqet ka lindti në rrugë apo kudo tjetër, depërton në jetën e burrave dhe pa diskutim që e sharton më pak, më shumë apo në mënyrë absolute në varësi të aromës femërore të jetës. Megjithatë, jeta shkruan histori që nuk e bindën këtij rregulli sinoptik. Bukuria e shpirtit është më e lartë se bukuria e trupit. Bukuria flet, nëse i ngjitesh një maje, do të kërkosh një majë më të lartë, por kur mos thuaj që kjo lartësi më mjafton dhe kur se nuk më mjafton. Vazhdo rrugën tënde dhe kur mos vendos cake, as përpara dhe as mbrapa, sepse e papritura të pret gjithandej. Ky është instinkti vetëmbrojtjes së femrës në tryshtinë e përditshme të lakmisë dhe shantazhit ndaj bukurisë së saj dhe sheqerosur me elogje po ndaj saj. Këtë femra psikologjisht e bën dhe mendon se nuk është frikë të kesh frikë, nuk është turp të kesh frikë, turp është kur frika tallet me ti dhe për këtë shkak të saj të mbasesh respektin që të takon. Kjo është edhe një nga linjat kryesore ku shkrimtari bën apel që dashuria, emra që ta ofron këtë përjetim vjesor, të mos filloset sepse njëlloset vetjeta. Do ta mbill me fjalën e thjeshtë, por zëmër plote urime. Duke ftuar nën kryetarin Panajot Bolin, krahun tim të djathtë në klubin e Krusve Jonian, desha, hajde Panajot, desha që të përshëndes këtu një poete shumë e talentuar, e cila për herë të parë merr pjesë në një promovim që bëjmë neve, që është Aviola Bani. E vaj Sarandiote
e që na ka nderuar me pjesëmarrjen e saj. Përshëndetje. Unë do të shikoj romanin e Pajtim Çavushi në aspekt tjetër, se çdo vepër që krijon një krijues poet o shkrimtar, sa i shërben shoqërisë, sa është në duart e tij për të bërë një ndikim. Dhe unë e kam titulluar një roman që e kërkonte koha. Romani i ri i shkrimtarit tashmë të mirënjohur Pajtim Çavushi, shitësit të erëve, vjen në kohën dhe vendin e duhur. Është si një flamigo në duart e protestuesve, ku kryefjala është lufta ndaj korrupsionit, një vest tashmë institucional që mbit shoqërinë shqiptare. Romani është një zë i fuqishëm bashkuar me ëndrat e rinisë shqiptare për një shoqëri bazuar në virtyte më të mira njerëzore, zhveshur nga veset e korrupsionit, të cilat janë krimba që mbrejnë shoqërinë e sotme. Romani është në duart e protestuesve, me fuqinë e ironisë, me sarkazme therrëse deri në grotesk, të imoralitetit politik të korrupsionit galopan që ndodh në vendin ton ose në çdo komunitet që shfaqen fenomenet e tilla, regresive që molepsin të bukurën, paqen dhe të ardhmen. Dhe kur një libër bëhet armë në duart të njerëzve për të akuzuar korrupsionin që i ka rrenjët të rishfeti, ignoranca, imoraliteti, lakmia, kurthet, intriga, tradhtia, servilizmi, kjo është vlera e vërtet e tij. Dhe këtë ka arritur aq dënjësisht autori. Kishë shumë kohë të shikonim në këtë zhanër një roman të tillë pas romanit të madhit Dritor Agolli, Shkëlqimi dhe Renja Shopziljo. Dhe vjen të na befasoj Pajtim Çavushi me Shkëlqimi i shokut Lumo Vula, me një dallim nga i Dritoroi, se ky personazh nuk ka renje. Ndaj protesta vazhdon e vazhdon, duke mbajtur në duar këtë roman. Me bindje të plot mund të them se kjo vepër tash po zë vendin e ndëruar në letërsi shqiptare në krah të romanit të Dritor Agollit. Protagonisti kryesor ose boshti i këtij romani është Lumo Vula, rreth të cilëve vërtiten ngjarje të cilat i takojnë dy periudhave, atë komuniste dhe postkomuniste. Lexuesi ndjeket curinë e ngjitjes së karrierë, e ignorancës ose lehjes, duke shitur rre në pantallona me rishfet, servilizëm, intriga, kurthe, imoralitet, dhe kjo ndodh në të dyja periudha. Personazhi Lumo Vula është tipizuar dhe qëndisur aq bukur me ironisë tallëse, sarkazmit, groteskut, duke na dhënë modelin e kësaj ignorance që ngjitet në shkallët e karrierës. Autori me shumë finesë, ironie, përshkruan bëmat e këtij njeriu, i zënë në grep nga sigurimi atërshëm, me një tip të tillë intrigant, imoral i dhunshëm, që nuk thehet fjala partisë. Me bizyliqet në thonjza kërcënuese në brez, Koçistilo, i shtohet lakmia, pranon imoralitetin, i shtohet babëzia dhe ekja për karrierë. Autori ka depërtuar në të gjitha skutat e qenjes, të unit, të vetëdijes, të personazhit. Gjë që jep mundësinë të zbuloj karakterin e plot, ta jap në të gjitha planet, intime, shoqërore, zyrtare. Dhe risia që sjell autori është që përveç ngjarjeve, situatave të flas edhe uni, edhe qenia, edhe vetëdia. Kjo mënyrë dërturje i ka dhënë një strukturë të veçantë ndrefimi dhe stilit autorit që e bën librin interesant dhe me një subjekt jo klasik. Autori ka një ironi të hollë, të butë, të fshehur në dukje, duke si lavdëruese që na bën duke lexuar të buzëqeshim, por me një sëbim në shpirt, se mbjell dhimbje për Katadin e Lumës dhe gjithë ata që kanë veset e Lumës. Ka pastaj momente që autori nuk përmbahet dhe fshikullon me një sarkazëm therrëse. Veçantia autorit se njeh shumë mirë humorin popullor çam dhe na befason me ato pasuritë të jashtëzakonshme që ka. Si një parodi e një komedie vijnë të rimuar si rapsodi humoristike reagimet të unit dhe të vetdijes. Dhe merita e tij t'i harmonizoi, t'i lidh kaq bukur, duke krijuar situata të këndshme humori, të cilat pas i lënë vendin groteskut. Për ta bërë sa më besueshëm këtë realitet, pa i dhënë për t'i dhënë lexuesit idenë se i përbolizon faktet dhe ngjarjet, në rolin e vëzhguesit plotësues të tij ka vënë gazetarin Ilo Hupin. Me humorin e tij të krypur, i jep aprovim për ato që thot autori.
Pra personazhi gazetari Tilo Jupe është plotësuesi i rrëfimeve të vetë autorit dhe kjo i rrit shumë vlera. Shumë kritik do të dalen e do flasin shumë për këtë zilo të epokave që krijoi dhe gdhëndi mjeshtri Pajtim Çavushi. Galeria e personazheve që krijon autori është i larmishëm dhe janë interesante sipas karakterit të secilit dhe diti t'i përshkruajnë në thellësi të qenia e tyre, të vetëdia e tyre, të uni. Mund të them se ai është një thumbus gjakftohtë i butë, por i hidhur. Është si ironia metaforike golemase, gjë që ka edhe çameria. Për mua pika më kulminante romane është skena ku shkëlqimi Lumos arrin kulmin te ora e lirë sipas modelit të ri 2023. Rrenje nga fiku është bataku ku bie arsimi sotëm, me mësues karagjoz. Sarkazëm nuk e akursen dhe kjo i arritë shumë vlerat në realizimin e portretit të tij. Njohja e 4 gjuhëve që jep një tjetër detaj mjaft original që gjen autori. Me kujtohet atë që më thoshte një kolegu im se edhe në atë periudhë formalizmat e tilla dodhinin dhe zbehnin me sindenje. Ishte iniciativa ta bëjmë mësimin sa më konkret dhe me mjete dhe forma të ndryshme. U kritikuar një mësues historie, duhet të bëhej sa më konkret mësimi. Dhe ai kur filloi të shpjegojë revolucionin francez, i ul në karike filloi të imitojë rrenjen e këmbanave të Bastillës. Duke ngritur ulur karikën për të krijuar këmbana të Bastillës, ra më këmbë të përkjet, gjithë klasa në ilaritet. Pra, kjo është ajo mënyra për të dhënë atë për ta zhveshur dhe për të dhënë ironinë autorit. Me sëmorisë e personazheve mjaft e realizuar i tipit të Servilit, mua më duket mësuesi i biologjisë Lolo Molla. Rrallë del në skenë, por lexuesit gjelën në mendje. Bukur janë realizuar edhe Fane Lapa, inspektori Lika Kroj, drejtori. Përvoja e tij si mësues diti t'i portretizoi kaq mirë se ka njohur shumë tipa të tillë në karrierën e tij. Mjaft e realizuar Salushja me zakon e çamet. Kalimi i periudhave nga jo komuniste dhe postkomuniste, autori zbulon dhe humon me sarkazëm lehesit dhe ignorancën, që gjetën terren rend demokraci, të përparojnë. Partia e re nuk ka ndryshim atë të vjetën, janë ato api njoftë që ndëruan gravatat, dhe fjalët e ka qartë autori për cilët flitet, për cilët parti flitet. Se ish sigurim si Koço Silo në ministri, ish magazinier drejtor arsimi, korupcioni në shkallat më të larta dhe deri te shkollat e larta me profesor shaqjon e të tjerë. Gjithkush e ka zili autorin për atë pasuri të madhe frazeologjizmit, leksikun krainor, pasurinë folklorike, njohë si thelli humorit popullor, shumë gjuetar dhe studius të folmës dhe të folklorit çam do të kenë këtë dhuratë të madhe nga autori. Me të vërtetë, është një punë kolosale qëmtimi dhe njohja të kësaj pasurie që gjen të libri i Pajtimit. Libri i Pajtim Çavushit, shitësit të reve, ishte munguar letërsisë shqiptare për shumë kohë. Ai është fare mirë, një komedi mjaft e goditur artistikisht që me pak mundim një regjizor mund ta ngjisë në skenë. Është një roman dinjitos, mjaft i ri në zhanrin e tij dhe mund të qëndrojë pa ndrojtje krahas romanit të drejtorat Gollit. Nëse mund të shtoja diçka, dhe do me falë autori, në qoftë se do kishte një krehe dhe pa krehe romani, do kishte një shkëlqim me laboritës. Unë po vazhdoj frazën e Aedit të Brigjeve të Bistritës Panajot Bolit, që thot për të bërë, për të shkruar një libër të tillë duhet një punë kolosale. Dhe ju ftoj për një moment të përjetoni këto fjalë që unë do të them. Kryesia e klubit të krijuesve jonian po bën me të vërtet një punë madhështore në promovimin e vlerave, në mënyrën më të angazhuar, më të përgjegjshme dhe më të vullnetare, me përgjegjësinë më të madhe, dhe mendoni që gjatë një viti ne bëjmë rreth 15 deri në 20 promovime.
Kush ka shkruar një libër të vetëm? Kush ka organizuar një aktivitet promovimi, e din se sa pun e mund të dojtë që të arrish në finale. Dhe ju them që janë jo më pak se 4-5 ditë pune të plota për organizimin e një aktiviteti. Dhe në 20 promovime që bëjmë mesatarisht në vit, i vete që ne të angazhohemi me shpirt vullnetarisht në shërbim të kulturës dhe të artit, 80 ditë pune. E imagjinoni të punosh 80 ditë pune falas, vetëm për hir të pasionit, edhe në fund të fundit këtu në këtë roman ka hyrë në letërsinë shqipe një personazh i jashtëzakonshëm, një personazh kolektiv që quhen lehtësit. Dhe lehtësit të verbuar nga kjo punë kolosale nuk rreshtin se lehuri. Të lehin karvani jon do të shkoj përpara. Tani kam nderin të ftoj profesorin e letërsisë Sami Mema dhe e kam thënë dhe them, mësuesit e letërsisë janë baza, guri themeltar i gjithë krimtarisë që po bëjmë. Urdhëro zoti Sami. Si djalo shecën. Faleminderit Agron. Faleminderit. Pajtim faleminderit për të vepër që na ke dhuruar, jo vetëm si krimtari a juaj, por njëkohësisht edhe si një dhurat, e tha profesor Panajoti, si një dhurat në këto ditë dhe kohë të trazuara që jemi në vendin tonë. Unë i përkas një zone tjetër, po kam punuar me pajtimin, në fshatin e pajtimit, në Konispol ka punuar 8 vjetë mësues dhe e një shumë mirë. Ate kemi organizuar së bashku dhe me Zotin e Kuran dhe me tërë shoqatën e krijuesve, mjaft promovime librash, autorësh sarandit të zonës Konispolit, por edhe të Saranës. Por njëkohësisht kemi si traditë ka qenë që këto bisedat në muajin e letërsisë dhe të ardheve në tetor që për fat keq kanë filluar të harrohen e të mos kujtohen më. Unë kam shprehur tekstualisht për mësues pajtimin. Është nga shkrimtarët që radhitet para 8 vjetësh, 7 vjetësh, 8 vjetësh, ndër shkrimtarët më të mirë të brenda kuadrit të letërsisë kombëtare. Dikush mbas edhe si përqeu në një që është si Lula ose Vula ose të tjerë, por duke lexuar këtë romanin e fundit, kam krijuar bindjen që nuk jam gabuar. Kam thënë një të vërtet, e cila po i kalon dhe kufit e letërsisë kombëtare. Pak më tuti. Përse? Po për të bërë një vlerësim, dhe ky mendoj se është një vlerësim që i bëhet veprës të Pajtim Çavushit. Unë nuk do të flas për rëndësinë e veprës, po do ndalem në 2-3 çështje dhe veçanërisht do të ndalem tek personazhet. Çfarë më bën mua përshtypje tek personazhet? Shoh që në mënyrë artistike është ndërtuar tek numri 3. Brenda personazhit kemi, për mendimin tim, kemi 3 personazhe. Kur ata jo vetëm që vërtetojnë veprimet e tyre, por mua më duke sikur edhe vetë demaskohen, vetë personazhi vetë demaskohet. Në ç'kuptim? Kur kryen një veprim që ndjen kënaqësi Lumo Vula ose Salushja ose personazhe të tjerë, ajo vetja fillon dhe e kundërshton dhe i thot, sikur i thot, që shiko, ti nuk e i tillë, ky që hiqesh, po t'je dikush tjetër, që fshihesh.
Pra janë personazhe që, pra kjo është një arritje artistike që shkrimtari e ka arritur të vetë demaskoj vetë personazh. Do të ndalem tek personazhi i Ilo Hupes. Unë e kam njohur nga afër atë personazh. Dhe gjatë leximit të veprës me profesor Pajtimin i kam thënë, atë figurë ti e ke përjetësuar në roman. Pra do të thosha që brenda personazheve, personazhi Ilo Hupja është një përmendore brenda këtyre personazheve, të cilët jo vetëm i demaskon, por i ka poshtruar aq poshtë sa është vështirë që mund t'i ringesh. Personazhet janë sa që sharak, aq edhe tragjik. Ne kur lexojmë veprën, paktën për veten time kur kam lexuar veprën gjatë leximit, në veprimet e personazheve herë unë shoh dhe një farë reflektimi të lexuesit në krahasim me veprimet që kryen personazhi. Qo personazhet që janë kryesor, po qo dhe personazhet dytësor, të cilët të japin atë reflektimin që shiko. Unë kam gjë nga kjo, apo duhet të lëviz, apo duhet të kthej. Dhe mendoj ky është dhe kjo një vlerë e arritur e veprës të romanit. Pra që ka vlera të mëdha. Pra në fundit, me këtë që ta mbyllim, reflektimi që ka lexuesi ndaj subjektit, ndaj personazheve, ndaj veprimet që kryejnë ata. Faleminderit. Paul Milo, një shkrimtar, poet, studius i talentuar që na ka ardhur nga Durrësi, nga shtëpia e lidhjes së shkrimtarëve të Durrës, me të cilët kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, dhe dua që të përshëndes lidhjen e shtëpia e shkrimtarëve të Durrës dhe Agim Bariamin, mikun ton i cili nuk mundi të mirë të pjesë. Urdhëro Paul. Faleminderit e Koran. Shqipësit e reve, një laborator i psikologjisë narrative, ku gjeometria emocionale mes qenies unit dhe vetes. Në librin Njeriu në kërkim të kuptimit, Viktor Frankl thot, kur nuk jemi më në gjendje të ndryshojmë një situatë, atëherë sfidohemi të ndryshojmë veten. Është surprizë e madhe botimi i romanit Shqipësi i reve, i mjeshtrit të romanit modern shqiptar, profesorit dhe autorit Pajtim Çavushi. Në kurimin e shtëpisë botuese 2M, doli sërish një kryevepër estetike. Një libër shumë cilësor, me një kopertinë që na çon ndërmend librarit në përvitrinat e aeroporteve, ndërkohë që ka një kontrast midis modernizmit dhe tranzicionit shqiptar të mbetur pas në kohë. Ky roman nuk duhet lexohet si një satirë mbi realitetin, por si një laborator i psikologjisë narrative. Në qendër të tij, personazhi nuk është vetëm satirik, por është një individ i ndërtuar mbi konfliktin e brendshëm, ndërmjet 3 shtresave themelore: qenies, unit dhe vetes. Kjo ndarje jep romanit një dimension përtej realizmit tradicional. Autori nuk paraqet individin vetëm nëpërmjet veprimeve të jashtme, por ai kërkon të zbulojë mekanizmin e padukshëm që i prodhon këto veprime. Qenia është prania konkrete e individit në botë, është njeriu që flet, punon, vepron, përshtatet, krijon marrëdhënie me të tjerët. Uni është zëri i vetdijes, i llogaritjes dhe i përshtatjes sociale. Kurse vetja është stresa më e thellë, aty ku qëndrojnë impulset, instiktet, dëshirat, revolta, zëri i pathënë i individit. Këto të 3 mbivendosje krijojnë një palimpsest artistik. Romani mund të interpretohet përmes teorisë së gjeometrisë emocionale, ku personazhi nuk përcaktohet vetëm nga ajo që bën, por nga raportet dhe distancat që krijohen midis këtyre 3 pikave të brendshme. Dhe Luma Vula është pikërisht një figurë e tillë në lëvizje. Ai nuk është vetëm një oportunist ose një servil.
por është përshtatje dhe dëshira e fshehtë për identitet. Ai I nështrohet strukturës së pushtetit, ndërkohë që brenda tij vazhdon të ekzistojë një konflikt midis asaj që shfaq dhe asaj që ndjen. Kjo është arsyeja se romani Shitësireve është më shumë se roman humoristik dhe satirik. Ai është një roman psikologjik ku satira lind nga hendeku midis asaj që njeriu mendon dhe asaj që detyrohet të bëjë. Në këtë aspekt, romani afrohet me format bashkëkohore të narracionit psikologjik dhe atë që quhet narracion elastik, një rrëfim që lëviz midis kujtesës, ironisë, historisë dhe botës së brendshme. Aty ndërthuren elemente të kulturës, dokumentacionit, hiperbolës, duke krijuar një realitet ku absurdi shoqëror shndrohet në material artistik. Ekzuberizmi është një element I tretur brenda kësaj strukture, si një prani e padukshme që nxjerr në pa boshllëkun, paradoksin dhe absurditetin njerëzor. Ky roman është guri I rëndësishëm në zhvillimin e romanit bashkëkohor shqiptar dhe është porta e nëntë e ciklit krijues të Pajtim Çaushit, që shënon jo një përfundim, por një hapje drejt leximeve të reja. Ju falenderoj. Paul Milo është një krijues modern, është një studius modern, është shumë planësh, është një emër I njohur në fushën e krimtarisë dhe të kritikës letare dhe është nder që na vjen edhe na komenton. Është mik I ka hershëm toni prej vitesh dhe mik do ngelet për herë bashkë me të gjithë Fatmirin, me Ristin, me Agim Bariamin, me Ladin e të tjerë që kemi në Durrës. Për të ndërtuar këtë vepër, që është kaq e lartë dhe e fuqishme, duhen dhe themelet të fuqishme. Unë jam inxhinier ndërtimi dhe e di se sa vlerë kanë themelet. Po dhe themeli fjalës do bazament shumë të fuqishëm. Në ndërtimin e kësaj vepre nga më të bukurat në gjininet e vetë, Pajtimi është mbështetur në humorin, satirën, groteskun e krahinës tonë, të krahinës së Konispolit dhe Çamrisë në gjerësi. Nuk ka gjë më të hollë, më të mpret, më shpotitse se sa të futesh në humorin kur ulen njëri me tjetrin gratë ose burrat në klube ose në sofra, në dasma edhe në festat të tjera. Si që ishte Ilo Hupja në roman, kemi edhe një shkrimtar, do të quaja unë, mësuesi letërsisë, Behar Mazja, që po të ulesh me të, me Beharin, nuk I shpëton dot humorit, ironisë, fjalëve therse të ti. Urdhro Behar, fjalën tënde. Hajde. Ju përshëndes të gjithëve. Lodhja, mundimi dhe përkushtimi është I shkrimtarit Pajtim Çaushi, kënaqësia është e jona, e urojmë e falenderojmë për këtë vepër me të vërtet madhore që unë në këndvështrimin tim e vlerësoj shumë, ka krijuar një boshllëk në humorin dhe në satirën e kohës në letërsinë tonë bashkëkohore. Humori I tij të kënaq, ai të bën të qeshësh, të shtrihesh në shesh, por njëkohësisht ndjen dhe dhimbje për ato dukuri negative që ai kritikon, për ato dukuri që janë bërë si vemje në shoqërinë tonë dhe gjenerojnë. Qoftë korrupsioni me të gjitha ato pasojat që vinë, me intrigat, thurjet, rushfeti, pislëqet, të cilat ai më së miri I stigmatizon, I qesëndis dhe I gudulis me kuptimin jo të mirëfill të fjalës. Shkrimtari Pajtim Çaushi kujdeset shumë për fjalën. Është I kujdesshëm ndaj gjuhës si një mjet shprehës dhe kjo ja ngre mjaft lart vlerat veprës së tij dhe punës së tij, qoftë për tematikën, qoftë për problematikat që ngre, qoftë për gjithçka
me mesazhet përcjellëse. Krehja e fjalëve, zgjedhja e tyre nga leksiku i pasur krahinor, kanë një ngarkesë dhe krijojnë efekte emocionale. Pasuria leksikore e fjalorit të dialektit dhe të folmes së krahinës tonë i japin një bukuri dhe një individualitet. Merite e autorit është përdorimi shumë shprehjeve dhe frazave frazeologjike, të përdorur me kripe dhe me piper, me mjaft lezet, mjaft neologjizma edhe shumë fjalë të reja të krijuara nga vetë autori, siç thanë edhe parafolsit, por unë duhet flas shkurt, megjithatë duhet folur gjatë për një vepër me metrazh që ka rreth 423 faqe dhe është një vepër në gjykimin tim, në këndvështrimin tim, në çdo faqe ose çdo faqe është një ese letrare. Në çdo batut, në çdo sentencë do gjesh një fjalë të urtë, një aforizëm, nuk të lodh, vetëm të kënaq, ashtu siç u shpreha pak më përpara, të gudulisë mendjen, të vë në binar, të dish çfarë të seleksionosh, të dish çfarë të luftosh, të dish çfarë të qesëndisësh, dhe kjo është merite e tij që e padiskutueshme, që radhitet me të vërtet ndër penat tona, që ka një pasaport mjaft të pasur në të gjitha zhanret, po veçanërisht shquhet për talentin e tij si mësues dhe si psikolog, tek vepra e fundit të tij që shpalos me të vërtet talentin e tij, që mund të shërbej edhe si një për të luajtur me të vërtet një film që do të jetë një kënaqësi e madhe për publikun dhe ardashësit shqiptar dhe mëtej. Kryesore këtu te vepra e tij është gjuha e gërshetuar e letërsisë artistike me krijimtarinë gojore popullore. Kjo është një veçantë, bile dallohet fjala e personazhit e Luma Vulës nga fjala e autorit. Këtu gjen mjaft fjalë, gjen mjaft fjali, veçanërisht fjalë të shkurtuara, pa lidhsa, fjalë si unë të shoh, ti më sheh. Ti më përqesh, unë të buzëqesh. Unë ja di, ti ma di. Ti shkel një si, unë mbill të di. Më gjë në grimca nga këto të folur, të figurshëm, mjaft krahasime, epitete, metafora e të tjera që thanë edhe shokët, gjën mjaft sinonime fjalësh, antonime fjalësh dhe kundërta, të di jemi lehsa, sepse personazhet kanë edhe pika takimi, kanë edhe gjëra të përbashkëta, vetëm një gjë kanë të veçantë dhe të përbashkët, siç thotë edhe vetë autori, janë lehsa edhe shitsa resh në pantallona. Personazheve u vë nga një nofke, nga një epitet, kështu thot edhe për fanen, fanelapën, pianeci, kurvjari, imorali, lapardari, e të tjera që me të vërtet që mbetesh mbi libër dhe ke kënaqësinë që ta lexosh dhe ta rilexosh disa herë. Një vend të veçantë zën edhe vetë fjalët e prejardhura të krijuara nga vetë shkrimtari, që gjën me bollëk, shprehje të hanturit, që përdor zona jonë, shiko se shurron shtrembër, një tjetër, largoje të pasme nga sherri, ose re me pantallona të gjëra, e rete tua me qitjane në ferra, mjaft fjalë dialektore si vraka, e më mëlqove, o bredharak, o cingërsjar, o hupe madh, o kërci bardha, o ankimator, o fund barku, qoftë largu, nishan, e të tjera, që janë pambarim. Unë romanin e Pajtim Çaushit, koleg dhe shok, e vlesoj jashtëzakonisht lartë, dhe me të vërtet e uroj me gjithë shpirt nga zëmra për këtë prurje të letërësisë në gjinin e humorit dhe të satirës, që i sjell lexuesve të shumt anë mban të shijojnë kënaqësinë e penës të talentit të tij. Me këtë rast dua ta falenderoj dhe ta përgëzoj nga zemra, të ketë jetë gjatësi, të ketë shëndet dhe penë dhe suksese në vazhdimsi. Urime për herë i dashur.
Ka dëshiron dikush, urdhëroni Niko. Neve të gjitha promovimet i bëjmë, e kam thënë dhe herë të tjera në mënyrë shtërruese. Kushdo që dëshiron të thot një fjalë, le ta thot, është në nderin ton Niko Kacalida, një nga poetët më të mëdhenj të Shqipërisë në gjuhën greke dhe i njohur ndërkombëtarisht. Respekte. Urdhëroni Niko. Përshëndetje të gjithëve, unë e përgëzoj mikun tim, automatikisht do të jetë i lumtur se ka një fat, e kanë lexuar 10 veta. Gjë e madhe, 10 veta po thuaj se kanë folur, këto e kanë lexuar. Është gjë e madhe kjo. Unë nuk e kam lexuar. Po duke dëgjuar folësit, u njoh me brendin dhe me formën. Nuk do thot se çfarë thua, po dhe se si e thua. Unë dëgjova këtu dhe çfarë thot dhe si e thot nga analizat. Por besoj i biem pak në qafë. Sepse Dostojevski thot se letërsia është më e bukur se jeta. Kur i kërkojmë se ky është personazh që e njoh unë dhe një tjetër dhe është filan dhe është filani, i bjem në qafë. Shkrimtari e bën më të bukur, filani. Është gjithë materiali i jetës, i cili përfshihet në një laborator të madh, bëhet një krehje e madhe dhe krijohet letërsia. Unë i uroj gjën më të bukur prej meje, domethënë, dhe urimet më të mira. Edhe të përzemërta. Urdhro Mondi, urdhro, Mondi Llaçi, një krijues i talentuar dhe mik i ngushtë me pajtimin. Është herë e parë që flas. Dhe mund të më kapin emocione, por do ta përballoj. Të flasësh për të flasësh për satirën është tepër vështirë. Ja një minutë. Jo, qetësi. Do ta kem pak vështirë, sepse është herë e parë. Po e përsëris do ta kem vështirë se e kam për herë të parë. Ndoshta e përballoj. Të flasësh për satirën që është lëndë. Po të thua se nuk është lëndë, është tepër vështirë. Është lëndë satira. Është një strukturë gjigante mundësore dhe trupore dhe shpirtërore. Është produkt. Është një produkt cilësor që kur këtë e vërtetova të kam lexuar dhe kam libra, po tham për librin konkretisht. Kur më tha miku im, më dha librin, e pash shumë një madhe, thash. Po e lexova, e kam lexuar shumë pak, po në atë moment kur lexova, ta besoni i them, sikur ndjeva edhe zërin e profesorit për të thatë çaste, ndoshta që halucinacion, si thon, dhe kalova dhe lexova pjesën tjetër shumë këndshëm. Jo të gjithë, se është tepër vështirë. Ai do studiua, se është një strukturë gjigante, inxhinieri thotë, është strukturë solide, e plot në të gjitha anët, nuk do të futen qeshi buzëqeshi tjetër, ose Mondi, ose ai vagabondi. Për mua emrat janë tepër. Unë 2 libra kam bërë, nuk kam emra fare. Punoj me nëndërgjegjen, thëmë si e kuptoj unë, se cili kuptoj, si e ka vetë. A ishtë një libë, maj se lexova, se më ndodhi kjo, që kur filla të lexoj, dëgjova zërin, dhe pastaj vazhdova vetë. U shua, nuk e di, ajo më këndohu në të qindra sekondës, ai përjetim. Është libër tepër solid, i ka të gjitha elementet bazë, si një ndërtesë që nga themelet e procesit para. Dhe ajo është baza. Unë nuk futem edhe, kaq. Dua se mund të gaboj dhe mund të unë do ta realizoj atë dhe nëse
do ta lexoj deri në fund, do ta mbaj, nëse do ta koltis brenda vetes time, besoj se do shkruaj diçka të këndshme në radhë për orientimin tim personal, edhe në radhë të gjithë pastaj për profesorin që e kam mik. Faleminderit. Emocionet janë të domosdoshme në këto aktivitete dhe kanë vlera dhe bukurinë e tyre. Mondi plot emocion ato fjalë që tha, po e transmetoj dhe tek ne atë emocion. Urime, shumë bukur, faleminderit. Unë sinqerisht jam ndjer shumë i lumtur që e moderova këtë takim. Jam i lumtur dhe falënderues për të gjithë ata që diskutuan, që ishin përgatitur me seriozitetin më të madh, me atë seriozitet dhe vlerësim që meriton të vetë libri, dhe neve miq të mi sa jemi sot prezent këtu, duhet të jemi dëshimtar të hapit të parë që hedh ky libër në letërsinë shqipe, i cili, siç e tha edhe Migeli, do ngjitet dhe për të do shkruhen dhe do studiohen në mënyrën më perfekte dhe më të merituar. Tani, vajtëm gati 2 orë, por janë 2 orë shumë të bukura që kaluam këtu së bashku, duke ju falënderuar për prezencën dhe për fjalën tuaj, ftoj autorin, pajtimin, të thot fjalën e tij dhe nuk kam mbyllje më të bukur se sa fjala e pajtimit. Në fakt, unë s'kam që them se jam pozicion e falënderuesit. Ato i bëri kryetari, falënderimet, dhe unë po i zbërthenj nga një tani. Falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë takim për fjalët e larta, ndonse ose mbase e pamerituara për romanin. Megjithatë faleminderit. Falenderoj folësit me radhë që u shprehen. Falenderoj shtëpinë botuese Dymë që ka bërë një punë faktësisore për paraqitjen e romanit, dhe ju e keni parë, ju që e keni përduar. Po kështu falenderoj edhe ekipin e Ristit Fatmirin Polon që erdhi nga Durrësi e nga Tirana këtu për të marrë pjesë në këtë aktivitet. Kryesin domosdo, antarët e kryesin jam po, kryetarin po, të gjithë falenderit, kaq. Mbyllë takimin. Në po ju njoftoj se Gushti është libri i Panajot Bolit me poezi. Pregatituni.